Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Miguel Aneli, por ju që jeni për herë të parë këtu. Sot do flasim pikërisht për mënyrën se si ne mendojmë. Do të jetë diçka vërtet shumë interesante. Pse? Sepse ju e dini që universi ka bollok. Një pjesë e mirë e njerëzve akoma nuk e kanë kuptuar këtë dhe kjo më vjen shumë inat, por jemi këtu për të mësuar të gjithë së bashku dhe për të kuptuar që mrekullia ka ndodhur tashmë. Për ty ka ndodhur tashmë. Nëse ti vërtet e ke hapur këtë video dhe po e shet pikërisht tani, mrekullia për ty ka ndodhur tashmë, sepse në këtë video ne do të flasim për mendimet e tua. Mendoni vetëm një sekond, keni për të zgjidhur një ekuacion. Dhe ekuacioni mund të zgjidhet me disa formula të ndryshme. Nëse ti provon formulën e parë, çfarë bën? Do shkosh të vazhdosh të përsërisësh të njëjtën formulë derisa të vazhdosh të dështosh pafundësisht? Apo në një moment të caktuar do thuash, ore, në rregull, kam këtë problemin. Duke menduar ç'mundet të më ndodh, pse, si, dhe gjitha gjërat e tjera, ti prap nuk po e zgjidh të problemin. A nuk mendon se ka ardhur momenti që ti vërtet të ndryshosh pak formulën? Të ndryshosh mënyrën e qasjes ndaj këtij problemi. Nëse ti përballesh me një problem në jetën tënde, nuk po them që ti të dalësh edhe thuash, "Wow, jam shumë e lumtur, më ka ndodhur një problem, shefi më bërtiti, më hoqën nga puna." Nuk është kjo ajo çfarë dua të them. Dua të them që në momentin kur ti përballesh me të bërtiturën e shefit, me heqje nga puna, me qoftë edhe me një problem tjetër, cili do qoftë, nuk di, po jap dy shembuj të cilët janë si më rëndom, pra gjëra që na ndodhin gjatë gjithë kohës, sepse nuk dua të nis të spekuloj për qindra mira problemet me të cilët mund të përballen njerëzit. Por po them, në momentin që ti përballesh pikërisht me këtë, ndodhi. Do fillosh të bësh një reflektim me veten tënde dhe do thuash, mos ndoshta fakti që unë duhet të hiqesha nga puna, pavarësisht se ka ardhur në kohën më të papërshtatshme kur kam 700.000 shpenzime të tjera, mos ndoshta ka qenë një mënyrë që të hapen dyert drejt të bëj diçka të re, drejt të gjej një punë tjetër që ndoshta ishte më pak toksike, ose drejt të krijuarit që të nxis brenda teje këtë një krijim të ri, që ti të fillosh të mendosh ndryshe. Ndoshta pikërisht është ky momenti kur ti vërtet duhet të fillosh të ndryshosh mendimet e tua. Çdo gjë është këtu, çdo gjë që është këtu projektohet në jetën tonë. Mendojeni kështu, njerëzit fillimisht e kanë menduar, kanë pasur një vizion dhe kanë thënë, unë do të krijoj një mikrofon që do duket në këtë mënyrë dhe do të jetë pa tel. Pra, unë nuk do kem nevojë ta lidh me telefonin, ose me aparaturën në cilën unë regjistroj, do të jetë wireless. Do të jetë pa tel. Pikërisht e kishte dikush në mendje. Dhe ja ku e kam sot. Çdo gjë që ne shohim rreth rrotull ka qenë dikur në mendjen e dikujt. Dhe vetëm për këtë fakt ne arrim të gëzojmë ka shumë gjëra sot. Prandaj edhe ti në momentin kur je ndoshta në pikën tënde më të dobët, ndoshta kur ti mendon se nuk je as në linjë me universin, kanë kaluar ka shumë gjëra dhe ti mund të ndihesh larg, mund të ndihesh i braktisur dhe çdo gjë tjetër. Pikërisht atëherë, ti fillo dhe mendon ndryshe. Përpiqu ti qasesh jetës me një mentalitet të ri. Duke u ankuar, nuk ka zgjidhur kur gjë. Thjesht problemet janë shtuar. Prandaj fillo që tani mendo me një frym pozitive. Siç thash, nuk them që ti të thuash, "Wow, jam shumë i lumtur që më hoqën nga puna", por fillo mendoj, kjo ndoshta është shenjë nga Zoti që unë të bëj diçka tjetër, që unë të hap mundësitë e mia për të bërë një mënyrë tjetër jetese. Ndoshta për të kërkuar diçka tjetër, që deri tani nuk e ke kërkuar dot një punë të re, sepse ke qenë kaq e ngarkuar nga ajo puna aty. Madje mund të ketë qenë një punë që të thithte shpirtin edhe ti praktikisht as nuk kërkoje dot për diçka tjetër që të shkëputeshe. Dhe ideja është e atill që
vërtet në univers çdo gjë ekziston. Është pikërisht në duart e tua, mjafton që ti të vendosesh në linjë me të. Unë personalisht nuk e di nëse një pjesë e mirë ndoshta më ndiqni tashmë edhe në Instagram, por kam bërë një reflektim vetëm 2 ditë më përpara dhe thash unë kërkova me ngulm S23 Ultra, me ngulm, thoja unë dua patjetër të kem S23 Ultra, Galaxy S23 Ultra dhe unë do të jem njeriu më i lumtur në botë. Dhe më ndodhen disa gjëra, nuk arrita dot ta blija, e blen shoqja ime me të cilën unë rrit çdo ditë. Blen 23 Ultra. Dhe them, çfarë po ndodh? Mos ndoshta Zoti më harroi, hey, jam këtu. Ishe shumë afër, por jam këtu. Ti po manifeston gjërat e mia te dikush tjetër, nuk mund të ma bësh këtë dhe fast forward, ecim përpara në kohë, kanë kaluar 6 muaj dhe vjen një ofertë që unë mund përfitoja. Galaxy 24 Ultra, tablet, earbuds, wristwatch dhe nuk e di çfarë mora tjetër, edhe telefonin sigurisht 24 Ultra dhe isha mbire. Mund ta them vërtet këtë, sepse unë kisha manifestuar kaq shumë për 23 Ultra. Dhe më vinte kaq i natë kur të tjerët manifestonin përpara meje, arrinin ta preknin atë realitet përpara meje. Dhe nuk e di. Në fillim ndjesha shumë e shkëputur. Thash, no, nuk kam ndërmend të merrem më me këtë gjë sepse nuk po e manifestoj dot atë që dua. Por Zoti kishte pasur një dhuratë shumë të bukur për mua. Më dha jo vetëm atë që më doja, por shumë herë më shumë. Dhe me një herë pas kësaj thash, okay, ju e keni ndjekur Migenën duke manifestuar me të gjithë ju për një Audi Q5. Ju e dini, sepse unë e kam në tabelën e vizionit. Këtu e 10 muaj përpara kam qenë duke manifestuar me të gjithë ju për një Audi Q5. Dhe gjeni çfarë ndodhi? Shoqja ime ngusht sa po bleu një Audi Q5. Unë se kam bler akoma, por me gjithë zemër pres që vërtet Zoti të tregohet kaq bujar me mua, universi të tregohet kaq bujar me mua dhe të më jap vërtet shumë herë më shumë se sa kaq. Ashtu siç ndodhi me Galaxy 23 Ultra. Por do bëj edhe diçka tjetër. Unë do manifestoj $1.000.000. Do thoni tani, o Migen, po ja fut kot. Jo, nuk po ja fut kot fare. Unë jam krejtësisht serioze kur them se do të manifestoj $1.000.000. Nuk më intereson nëse një nga miqtë e mi, që mund të jenë rreth rrotull meje, do i manifestoj përpara meje. Kushdo që i manifeston, më ka 10% borxh, sepse jam unë ajo që po e them. Por kësaj radhe do kërkoj vërtet shumë. Ndryshe nga herët e tjera që kërkova vetëm një Audi Q5 ose kërkova gjëra më të vogla, tani do kërkoj një Maybach, do kërkoj $1.000.000, do kërkoj po, të gjitha ekzistojnë në fund të ditës. E një G-Wagon, le ta kemi një G-Wagon. Dua edhe një super mansion në Itali. Më duhet një super mansion në Itali në fakt. Për gjithë ne na duhet një super mansion në Itali. Në radhë parë jemi treguar kaq njerëz të mirë, besojmë të gjithë në Zot dhe në univers, dhe sigurisht universi duhet të na plotësojë këtë gjë sepse ne e meritojmë totalisht. E meritojmë. Prandaj, që tani manifestimi është super mansion në Itali, G-Wagon, Maybach dhe $1.000.000. Të gjitha këto. Secili prej jush kushdo që i merr, më ka 10% mua. Pra, nëse dikush nga ju manifeston G-Wagon ose Maybach, më ka borxh një xhiro, shkurt muhabeti, e kemi vendosur tani. Ideja është aty që duhet patjetër që dikush nga ju të manifestoj $1.000.000. Patjetër, sepse unë kam vendosur tashmë, unë e di. Ideja është aty. Si funksionon universi. Çdo gjë ekziston. Ka njerëz që $1.000.000 nuk i kanë asnjë gjë, ashtu siç nuk kanë një Maybach, ashtu siç nuk kanë një G-Wagon apo mansion në Itali.
Po vazhdoj ta them mention, por në fakt është vil, një super vil. Po, dua një vil me pishinë edhe para oborrit edhe mbrapa oborrit, me një vineyard, me një kop mbaçe me rrush që mund të bëhet verë. Pikërisht sepse edhe Italia e përkrah shumë këtë modin e për të rritur rrush të mirë dhe për të bërë verë të mirë, kështu që të gjitha këto ekzistojnë. A ekzistojnë? Për dikë diku? Ekzistojnë. Pra nuk është se janë nuk është se po kërkoj që të takoj personalisht një alien. Gjë që edhe mund të ndodhë. Por në sensin që të gjitha këto gjëra ekzistojnë. Dhe ajo çfarë më duhet është pikërisht që unë të jem në frekuencë me këtë lloj energjie. Ta ndjej veten që tani të zgjohem në mëngjes dhe të them çdo gjë që unë bëj më çon atje. Çdo rrugë që unë marr, çdo kthes që unë marr, edhe kur them të shkoj te ky dyqani apo te ai dyqani, unë po vi te ky dyqani pikërisht sepse ky dyqani këtu më mban mjaftueshëm kohë sa unë të bëj dhe 2-3 gjëra të tjera dhe është kthesa e duhur që unë do marr në mënyrë që unë të përfundoj në manifestimin e gjërave që unë dua. Kjo është mentaliteti që ti duhet kesh për çdo gjë. Që nga momenti kur ti zgjohesh, fakti që jam këtu është vetëm për shkakun se unë këtu, pikërisht nga ky moment, mundem të manifestoj çdo gjë që dua. Nise ditën kështu. Nise ditën duke thënë, Zot më trego sa e mrekullueshme është kjo ditë. Nise në këtë mënyrë dhe do e shohësh se sa e përkryer bëhet ajo dhe se sa shpejt gjërat që ti do manifestohen. Sepse mendoni vetëm sikur një sekond. Në një moment ju do të vendosni që në fakt mungesa, fakti që ti nuk ke diçka ose nuk ke diçka tjetër, në fakt nuk, domethënë mendoje sikur kjo gjë që po të mungon nuk është fakt, por është thjesht një iluzion. Kjo që po të mungon në aftësinë tënde për ta menduar. Ja, për shembull, siç nuk e mendoj unë dot tani të qenit në një Maybach. Nuk mundem ta imagjinoj. Pse? Sepse nuk e di. Do thuash ti nuk e di se si është ambienti, aromat, nuk e di se si ndihet ajo lëkura e sediljes, nuk e di se si ndihet timoni. Ke shumë të drejtë. Por kjo nuk më pengon që unë ta imagjinoj. Dhe unë do ta imagjinoj. Dhe pastaj unë mund të bëj një mensor që do thotë unë mund të marr një makinë, çfarë të dua, dhe ta personalizoj të gjithën për vete. Pikërisht ashtu siç e kam unë në mendjen time. Do thuash ti do të shkoj edhe një 10 milion dollar të tjera, po në fund të ditës ku qëndron problemi sepse unë ashtu siç manifestova 1 milion dollar, mund të manifestoj edhe 10 milion dollar. Edhe 20, edhe 100. Po i ka manifestuar tashmë 1 milion dollar, sepse unë ndihem ka që pasur. Ndihem vërtet. Jam gjithkohës në atë ndjesin sikur ora ime është Filip Patek, ndihem sikur çdo gjë është e përkryer në jetën time. Mendoj pak se sa e mrekullueshme bëhet jeta nëse ti vendos të përqendrohesh për vetëm pak momente në të gjitha gjërat që shkojnë mirë. Për shembull, kisha disa ditë që thoja, unë nuk kam asnjë temë për të bërë atje te puna dhe ndihem shumë e padobishme dhe ndihem si elektron i lirë dhe sikur nuk përkas asgjë kundi dhe ndihesha shumë keq. Gjëja çfarë më ndodhi përpara se të filloja të filmoja këtë video. Më erdhi një temë nga kryeredaktori, i cili më sugjeroi për të bërë diçka. Po ua lë surprizë në mënyrë që të mund të ndiqni syri televizion dhe mua, veçanërisht mua, në mënyrë që të mund të shihni se çfarë ndodh atje. Nuk dua ta zgjas më shumë këtë video. Mendoj se është zgjatur mjaftueshëm, mendoj se kam thënë mjaftueshëm gjëra për të manifestuar. Kështu që filloni të mendoni vetëm për një moment. Mendoni sikur të gjitha gjërat po shkojnë mirë. Mendojeni sikur
e ja keni dalë. Mendojeni sikur e keni arritur, ndoshta shumë prej jush mund t'jenë duke kërkuar partnerin e tyre. Por nuk do ta gjeni lumturinë nëse në radhë të parë ju nuk jeni të lumtur me veten tuaj. Nuk dua të duket sikur po nis ndonjë lloj magjie dhe t'ju them që t'ju pres krahët për të gjetur dashurinë. Sigurisht që mund ta gjeni. Dhe njeriu perfekt është aty. Është aty dhe është për ty. Është i gjithë yti. Është duke të kërkuar ty madje tani. Pikërisht në këto momente. Por thjesht ti duhet jesh në atë nivel energjie që ta duash veten në maksimum, t'i japësh vetes tënde më të mirën. Dhe nuk e kam fjalën t'i japësh vetes më të mirën si trajtim me spa ose t'i japësh vetes një unaz Cartier kur ti e di shumë mirë që nuk e përballon dot, nuk e kam fjalën për këto. Kam fjalën t'i japësh vetes më të mirën, të zgjohesh në mëngjes dhe të thuash faleminderit Zot. Faleminderit që kam rroba në dollap dhe mundem të zgjedh mes 2-3 veshjeve. Nuk kam vetëm një. Faleminderit që mundem të zgjedh këpucët që më pëlqejnë më shumë ose ato që më rrinë më mirë ose ato që më shkojnë me veshjen. Faleminderit që jam e shëndetshme. Faleminderit që kisha një mesazh në telefon, qoftë edhe nga mami, ose nga papi, ose nga dikush që të do shumë. Jepi vetes këtë. Duaje veten, trajtoje veten shumë, shumë mirë. Jepi krejt energjinë pozitive që ti meriton. Mos e prit nga të tjerët. Jepi ati vetes tënde në radhë parë. Edhe nëse të tjerët ndoshta thonë ti nuk e meriton ose mund të përpiqen madje që të ulin poshtë. Jepja vetes. Nuk do të të bëj arrogante, ti je e sigurt, ose egoiste, përkundrazi. Do të të bëj shumë herë më të ndjeshme dhe shumë herë më empatike nga sa mund ta kesh imagjinuar në jetën tënde. Unë vë dorën zjarr për këtë. Njerëzit e kanë merak të vënë dorën zjarr, por unë e vë dorën zjarr për këtë. Nëse ti i jep vetes tënde energji pozitive çdo ditë, nuk do të të bëj ty arrogante apo egoiste. Përkundrazi, do të të bëj njëri të mrekullueshëm, njëri që rrezaton diell, një njëri që të tjerët ja ndjejnë prezencën edhe nëse nuk ka hyrë akoma në zyrë ose në ambientin ku je. Madje ja ndjejnë prezencën ose mungesën e prezencës edhe në ditët kur nuk je aty. Je mrekulli. Edhe duke qenë në këtë lloj niveli energjie, ti je magnet, automatikisht je magnet. Je magnet për mundësi, je magnet për mrekulli dhe prandaj të them, fillo të ndryshosh pikërisht tani këto mentalitete, këto mendime. Mos e mendo sikur $1 milion janë të pamundura. $1 milion ti i ke në xhep. I ke në xhep, pse ta them unë? Ta them unë. Unë jam the messenger, don't kill me. Jam thjesht një dërgues mesazhi, kështu që nuk mund të më përçudnoni, sepse lajmësi nuk vritet. Dhe unë jam lajmësi në këtë rast. Literalisht jam lajmësi. Kështu që lajmësi erdhi, lajmësi është ky dhe mesazhi është që ti i ke marrë të gjitha gjërat që ti dëshiron. Thjesht hap syt për t'i parë dhe hap zemrën për t'i vlerësuar secilën prej tyre. Dhe ne do të shihemi në videon tjetër. E nëse je ende këtu dhe nuk e ikur akoma, unë kam gjithmonë të drejtë. Po, jam shumë serioze në këtë. Unë kam gjithmonë të drejtë. Unë të them gjithmonë atë që është e vërtet. Ti je e bindur për këtë. Dhe e di çfarë? Mos e dysho asnjë sekond fjalën time. Shko tani, jeto jetën tënde, je mrekullueshme çdo ditë, sepse ti ja ke dalë. Të gjitha gjërat që ti dëshiron tashmë i ke marrë. Tani shko.